أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet, lavdërimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, mëshiruesit, mëshirbërësit. Atë falenderojmë prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetje tona ja dërgojmë mësuesit ton, të dashurit ton, të zgjedhurit të Allahut, vulës së profecisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të sinqertë, shokëve të tij të drejtë dhe gjithë besimtarëve dhe besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në frymën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhërisëm e falenderojmë që na ka dhënë mendje nëpërmjet të cilës na mundsoi ta kuptojmë të vërtetën. Gjithashtu e falenderojmë që në zemrat tona futi dashni për këtë fe të pastër, pra për fenë islame. Gjithashtu Allahun e madhërisëm e falenderojmë që na mundsoi të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit. E lutim Zotin e madhërisëm që të na ndihmojë ta agjërojmë këtë muaj të bekuar dhe të bëjmë sa më shumë vepra të mira të cilët e kënaqin Allahun e madhërisëm e që pastaj të na kënaqë neve krijuesi jon kur të kalojmë botën e përgjithmonshme, të na kënaqë neve në xhenetet e tij. Të nderuar motra dhe të dashur vëllezër të fesë islame, pasi vetëm se jemi duke folur për xhenetet e Allahut të madhërisëm, vlen ta cekim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur një herë ishte me shokët e tij dhe filloi të flasë për dyert e xhenetit dhe tha në xhenet janë të dyer. Dhe tha kush jep sadaka do të thirret nga dera e sadakas. Kush e fal namazin do të thirret nga dera e namazit. Kush e jep zakatin do të thirret nga dera e zakatit. Kush agjeron do të thirret nga dera e agjerimit dhe kështu me radhë po I përmend kush çka ka bë dhe nga ajo derë që ka bë punën, thot pejgamberi alayhis salam do thirret. Dhe derisa po fliste për të dyert e xhenetit, një shok I tij, një njeri shumë I madh, shoku I tij më besnik, më I mirë, Ebu Bekri radiallahu anhu, po e ndëgjonte me një përkushtim shumë të madh. Dhe në fund I tha pejgamberit alayhis salam, o I dërguari I Allahut, a ka mundësi tha që të thirret dikush nga të dyert e xhenetit për një herë? Çfarë pyetje e madhe. Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj tha po dhe shpresoj që ti të jesh ai. Kjo pyetje e Ebu Bekrit unë nuk mendoj se ka ardhur rastësisht, por në ato punë që I përmendi pejgamberi alayhis salam në secilën punë, në secilën vepër e shihte veten Ebu Bekri, sepse të gjitha këto punë I kishte bërë dhe I bonte pothuajse çdo ditë. Prandaj ju drejtu pejgamberit alayhis salam e pyeti a ka mundësi që dikush thirret me dallim për dallim nga pejgamberët nga të dyert e xhenetit. Pejgamberi alayhis salam tha po dhe shpresoj që ti të jesh ai. Të nderuar vëllezër dhe motra, pra në xhenet është një derë me emrin Ar-Rayyan. Dera me emrin Rayyan që kemi ndëgjuar shumë herë. Kuptimi I kësaj dere apo këtij titulli, këtij emri është shuarje. Apo ta kuptojmë ndryshe freski, shuarje nga etja, e kundërta e asaj që përjeton pothuajse çdo agjërues gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Pra shuarje, freski, të freskohemi nga etja që na kaplon gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. E në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet edhe më shumë rreth derës Rayyan, rreth kësaj dere nëpërmjet të cilës do të hyjnë agjëruesit në xhenet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet në xhenet është një derë me emrin Rayyan apo e quajtur Rayyan. Dhe nëpërmjet asaj dere do të hyjnë vetëm agjëruesit. Ditën e gjykimit do të thirret ku janë agjëruesit dhe do të ngriten ata dhe do të hyjnë në xhenet. E kur të hyjnë të gjithë agjëruesit, ajo derë do të mbyllet. Pra vëllezër dhe motra të nderuar, ne po e shohim se Allahu I madhërisëm e ka veçuar jashtëzakonisht këtë muaj të bekuar të Ramazanit nga gjithë muajt e tjerë. Ne e dim se ashtu siç është I dalluar Kur'ani nga gjithë librat e tjerë të shpalljes, pasi është I pandryshueshëm dhe do të jetë deri ditën e Kiametit natyrisht, ashtu siç është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I dalluar nga gjithë pejgamberët e tjerë, ashtu siç jemi ne ummeti I pejgamberit alayhis salam I dalluar nga gjithë ummetet e tjerë, ashtu është I dalluar edhe muaji I bekuar I Ramazanit nga gjithë muajt e tjerë. E për dallim nga muajt e tjerë, Allahu I madhërisëm e ka veçuar një derë për të hyrë në xhenet agjëruesit.
Pra do të hyjnë në xhenet vetëm ata që kanë agjëruar për hir të Allahut të Madhërisëm dhe Allahu e ka pranuar agjërimin e tyre. Në rreth kësaj dere mund të sjellim dy shembuj logjik të jetës së përditshme. I pari është që ta mendojmë veten sikur jemi në një garë. Dhe tash kur do të jepen rezultatet, çfarë emocioni ka për neve apo për ty i cili ke marrë pjesë në garë. Dhe kur të thirret emri yt si fitues i asaj gare, apo ndonjë nxënës që ka marrë pjesë në garë dhe thot filani ka marrë 100 pikë me vendin e parë, atëherë ti ngritesh në këmbë me një krenari shumë të madhe, me një jashtëzakonisht krenar, por mendoja vëlla dhe motër kur të thirresh para Allahut të Madhërisëm, në para gjithë atij mileti, atyre njerëzve të cilët presin me padurim, me frikë, me djers, se çka po ndodh me fatin e tyre, dhe kur të thirret emri yt para gjithë atyre, kur të thirret o filan, o robi Allahut, ngrihu në këmbë dhe hyr nëpërmjet derës e Rayyan në xhenet, sepse ti ke punuar, ke agjëruar Ramazanin dhe ke agjëruar edhe agjërim nafile jashtë Ramazanit për hir të Allahut të Madhërisëm. Dhe shembulli tjetër është ne gjatë përditshmërisë tonë sot shohim shumë shtëpi të bukura. Shtëpi ku për me i ndërtu ato shtëpi apo me i zbukurua shumë, ju është dash dikujt që të punoje ndoshta edhe gjysmën apo komplet jetën e tyre, pra me vite të tëra. Dhe në për ato shtëpi kur afrohemi e shohim se tek dera e hyrjes është një derë jashtëzakonisht e mirë, jashtëzakonisht e bukur dhe jashtëzakonisht e shtrenjtë. Dhe për me marr atë derë, për me dërgu në shtëpinë tënde, kushtojnë ndoshta mijëra euro natyrisht. Dhe për me i pas ato pare ti me u bazu në rrogën mesatare në vendin ton, atëherë duhesh me punu me muj, natyrisht. Apo të them ndryshe mbi një muaj sigurisht. E njëjtë është edhe me derën e Rayyan. Besimtari duhet që të punoj një muaj pajanda, një muaj punë, një muaj sakrificë, një muaj angazhim për hir të Allahut të Madhërisëm, dhe nesër në ditën e gjykimit do t'i thuhet o ti që ke agjëruar eja dhe hyrë në xhenet nëpërmjet derës Rayyan. Por dallimi i derës Rayyan dhe derave të shtëpive tona apo gjërave materiale që i kemi është se ne sado që kemi gjëra të bukura dhe të mira në përditshmërinë tonë, në jetën tonë, është e vërtetë se një ditë kemi për t'i lënë dhe s'do të marrim asgjë me vete përveç veprave tona. Ndërsa dera Rayyan është ajo e cila do të na hapet neve për të hyrë në xhenet dhe për mos me dalë më asnjëherë, për të shijuar kënaqësitë e Allahut, ato kënaqësi kur pejgamberi alayhis salam i përshkruajti i tha në xhenet ka të mira të cilët kur syri i njeriu nuk i ka pa, as veshi njeriu nuk i ka ndëgju, as kur mendja s'ka mujt me i shku. Prandaj lutim Allahun e Madhërisëm që o Zot, nëse të gjitha dyert e xhenetit për neve janë të mbyllura, bëje që ky muaj i bekuar na bëje neve që të pastrohemi nga brenda, të pastrohemi nga çdo ndytësirë në shpirtin dhe në imanin ton, dhe të dalim para teje të falur nga mëkatet tona, dhe të jetë dera Rayyan nëse edhe e vetmja, të jetë shpëtim për neve nesër kur të dalim ditën e gjykimit para teje. Lut Allahun e Madhërisëm që t'ia pranojë agjërimin dhe gjitha veprat e mira në këtë muaj të bekuar. Elhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.